Shpërthen rrallak të nëna e shpatit. Kishim parandjenjë. Vitet e fundit nuk ishte i qetë. Rrëfimi që të thyeu zemrën. Një moment i pashlyeshëm dhimbje dhe nderimi u shënua sot në Akademinë Përkujtimore në Çajër, ku nëna e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, Gjylymsere Kasapi, mbajti një fjalim që la pa fjalë dhe përloti të gjithë të pranishmi. Ajo e nisi fjalën duke falënderuar mikun e familjes për nderimin e organizuar, duke e quajtur Shpatin gjysma e shpirtit tim. Mes dëshpërimit, ajo rrëfeu se, pavarësisht karrierës së saj të gjatësiligjëruese, humbja e kishte lënë pa fjalë. Sot ndjej një emocion që kur në jetë nuk e kam ndjerë. Dhe e din të gjitha nënat që e kanë humbur fëmijën e vet. Megjithatë, mes kësaj vale hidhërimi, Gjylymsere Kasapi shprehu krenarinë jashtëzakonshme për djalin e saj. Jam shumë krenare dhe e lumtur që pas kam lindur një djalë, jo vetëm imi, por i të gjithë juve. Ju e pas keni dashur dhe unë nuk e kam ditur që e keni dashur kaq shumë. Momenti më rëqethës dhe tronditës ishte zbulimi se viti i fundit i jetës së Shpatit kishte qenë plot ankth. Ajo tregoi se familja kishte jetuar me një parandjenjë të errët. Le të prehet në paqe, pasi vitin e fundit nuk ka qenë i qetë. Kjo ka qenë parandjenjë e gjithë neve që jemi shqetësuar si familje. Në mbyllje, ajo bëri një lutje të fortë për fëmijët dhe niprit e tjerë, duke i cilësuar si dritën dhe arsyeja e saj për të jetuar tutje. Abonohuni në kanalin ton për të marrë lajmet më të fundit nga showbizi shqiptar.